Mirëmbrëma, pacient të nderuar, shqiptar të devotshëm të Shqipërisë së sotme, ku arsimi ka shkuar për lesh, ka vdekur profesionet po ashtu, dhe vetmja mënyrë për të pasuruar është mashtrimi kolektiv. Neve sot kemi të ftuar një shefe, CEO, founder, themeluese të një akademie e cila ka më shumë se 15 vite në treg. 15 vite në treg, Afrodite Academy, një nga shkollat më të mira për shkollimin profesional, posaçërisht në dermoestetik, mos gabofsha. Estetik parukeri. Estetik parukeri. Sepse siç e dini, edhe nga mënyra se si mbaj mjegrën të pakuruar e pa të gjitha, nuk është se jemi shumë të estetika, vetëm me çka na ka fal Zoti. Edhe i falenderojmë Zotin për ato që na ka falur, se mos ishte për atë, nuk dihet se si do ishim kushëriri Tarzanit. Por për juve që ndjeni Tarzan, për juve që nuk ju ka dhënë Zoti kaq të mira, keni Afroditën dhe akademinë e saj që ju bën të bukur, sepse mjafton vetëm të kesh dhe Afrodita zbukuron. Afrodita Ferracaku. Shkodrania jon prej Shkodrës Loce, na ka ardhur, na ka nderuar. Ka që emocione këtu të neve, po pak rëndësi ka. Do t'i kalojmë emocionet. Mirë se merdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Të falenderoj shumë që merdhe. Ne jemi edhe komshin këtu me njëri tjetrin. Për ftesën. Je një zonjë shumë e nderuar, unë të kam shumë xhan, ti e di sa të vlerësoj. Faleminderit. Më vjen mirë që ka akoma njerëz që tentojnë tek arsimi, pra ke kapur një stres shoqërore, sidomos të vajzave, të cilat historikisht të paktën për 34 vjet e kanë gjetur pavarësinë e tyre ekonomike te ky lloj profesioni. Pra që nuk kanë pas pse të jenë të varura nga ekonomia e burrit kur kanë zotëruar një profesion të tyrin për të krijuar një lloj pavarësie apo për të bërë edhe minimumin etik ndoshta tyrin. Ma tregon pak shumë shkurt mënyrën se si të ka shkuar mendja që të investojë te ky lloj biznesi, që në atë kohë kur e ke hapur ti nuk është se ka qenë shumë i njohur në thelb. Në 2010-ën. 2000, po. Atëherë unë kam jetuar shumë vite, si gjithë shqiptarët, edhe unë kam emigruar në Itali. Ideja ishte që ishe vogël, por nuk i kishim ata mundësi me pas të ardhonat për me pas, edhe nuk ka qenë shumë e zhvilluar as si parukeria, po estetika jo aq shumë. Emigrova në Itali, masi studium atje, eksperjenca, shkollimi, çdo gjë, dhe unë u ktheva, pastaj vendosa mu kthy në Shqipëri. Ko hap me kurset profesionale. Po ç'a ke bën në Itali? Ke punuar një herë, ke punuar si estetiste një herë? Po, në Itali kam punuar si estetiste, kam bërë shkollën, kam punuar si estetiste në këtë fushë, plus si kam marrë mësim në shkollë. Ke dhënë mësim? Kam dhënë mësim në shkollë. Ke qenë edhe pedagoge? Pedagoge në shkollën ku unë mora profesionin, mbajtën edhe në shkollë. Kena pas edhe një biznes të hapur në parukeri estetik. U ba me disa kolege, disa vajza të shkollës, vajza unë isha më e madhe, por vajza. U ba me bashkë edhe hape pastaj gjatë kohës eksperiencat, kam punu për kompani kur kanë shit produkte, sepse aty duhet një drejtrice teknika për me ba me kënë e profesionit. Pastaj ishte ja fush andra çdo shqiptarit kur emigran për marrë në vendin tanë, edhe unë nuk ktheva. Cilat kanë qenë sfidat që ke hasur në fillim fare? Sfidat shumë të mëdha, sepse në fillimet e mia ne kishim ikë në të pjesë, në të fazën, Shqipëria kishte ecë me shpejtësinë e erës, burokratike nuk kam pas, sepse ligjet ishin, rregullat ishin, por nuk ishte ala koncepti krejt i estetikës, ishte më shumë parukierja, bate edhe thajt edhe komplet pjesën e estetikës, nuk ishin të ndara, sikur ishin të ndara, që erdhe me një princip nga Italia, estetika në vedi, parukeria në vedi. Po kështu në Itali, për shembull, në Itali e ke vuajtur racizmin? Absolut. Në çfarë forme? Po në forme sepse automatikisht ne si gen jena më të shkafta dhe nuk e dishim gjuhën, ose pjesa e kësaj që na erdhen shqiptarët, unë kam jetuar në veri, kam jetuar në Torino, që ishte pak më shumë racizmi se sa në jug,
por po të merrshin me sy të mirë atje të fuqin. Ishte pak e vështirë me hinë në botën e tyne ose në konceptin që në po kur kam ikon ishte shumë herët edhe pa dashje ishin shumë njerëz ndoshta që bashin edhe një gabim si femra, si meshkujt, e kishim një zot keq si shqiptar. Edhe ata merrshin tanë shqiptar. Ti po thua që një kontingjent shqiptarësh cilët janë sjell keq atje janë bërë si ambasador për të parë të gjithë italianët me syrin e keq shqiptarin, çdo shqiptar. Po, çdo shqiptar. Pastaj ky kthimi se unë nuk e kuptoj dot. Ta them sinqerisht. Të shkosh në një vend si Italia, të krijosh jetën atje, të rrisësh dhe fëmijët, të jesh edhe zonja, domethënë të vesh nga Shkodra, emigrante, refugjate, në ato lloj vitesh, të marrësh shkollën estetik. Sa vjet ka qenë shkolla? 3 vjet. 3 vjet. Domethënë gati sa një universitet në thelb, një bachelor. Pastaj nga bankat e shkollës ke dalë edhe lektore. Po, shkolla mori edhe me lektore, pra, domethënë që ke qenë zonja tek ajo gjë. Po. Duke parë nga kjo lloj tabloje, suksesi jot ka qenë shumë i garantuar në Itali. Si punë, po. Por o pretendosha më shumë. Pretendosha në kuptimin se kur e pash se si është mësimdhënia dhe se çfarë do të thotë jepesh mësim, nuk ishe thjesht një student ose kaloshe një estetiste thjesht, por i kishe një hap më tepër edhe ishte shumë e vështirë për ne me hap kursa atje, me hap shkolla, sepse automatikisht edhe atje nuk kishim njohje, mundësitë ekonomike ishin më të vogla, edhe kisha atë ëndrrën e kthimit në Shqipëri. Çdo shqiptar që ik në Itali ose në çdo vend botës, ëndra ti është vendi vet. Kështu në edhe me çdo njeri që un kam fol gjatë. Po tani është gënjur që je këtu? Hapat e para po. Në fillim thosha çaj bana vedit. Tash ja. Tash absolutisht ja. Po pse edhe çaj bana vedit? Po çaj bana vedit se hasha shumë jo pjesë se nuk disha ç'a baj, por ishte pjesa besosha. I fije shqiptart për shembull të merrshin si ta tham unë, i thoshe me ta bëjnë nerë këtu nuk ka me ta bëjnë nerë dikush. Unë kisha konceptin që po thosh ta bëjnë nerë është nerë, nuk është se ose më thuj kam me të pagu. Edhe kjo ishte ajo i fije. Rash pak si peshk. Ka pas që përplasje midis botkuptimit tënd të asaj Shqipëria që ti le me Shqipërinë që gjeta. Po. Pra, Shqipëria që ti gjete ndryshonte katërcipërisht. Absolutisht, po. Qoftë edhe në formim, qoftë edhe në mënyrën se si bëj biznesi, konceptoj ose marrëdhënie ndërnjerëzore. Pra ti po thua domethënë që kanë qenë edhe njerëz mashtruesa, golista. Tash mashtruesa s'mund t'ju them se unë vetë ju lasha gjanat në dorë, nuk por shumë. Po jo, se tani nëse ti mua më le kompaninë tënde në dorë, më jep një dorë që merr ti mallin e parë pa lekun, edhe unë futem me mallin tënd, është nder, dhe nëse unë ty të shkel aty, është mashtrim. Po. Në thelb. Po. Se tani ç'e quhet mashtrimi, se thua që unë jam italian. Po. S'është më është gënjesh, nuk kam gënjur veten, ndiem italian, po të gënjej edhe ty. Po. Po me të marr biznesin tënd, edhe me ta çu për poshtë, me të vjedh, është mashtrim. Sa jem kanë. Në thelb. Shikoj, sa herë ka ndodhur gjithë. Ndoshta isha edhe pa përgatitur me testin e Shqipërisë. Isha të bë diçka, thash nuk e kisha lënë Shqipërinë ndryshe, ose unë jam rrit diku që kanë qenë ndryshe edhe njerëzit, kanë qenë me ku ishin ose me punën që kena bën përpara, ka qenë krejt ndryshe, nuk ishte sikur kur Tirana ishte më ndryshe, pastaj më e madhe. Tirana është egër. Njerëz ndryshëm, nuk e di as vetë, unë thosha shkova në Itali, racista erdha në Shqipëri, son se perceptoshe pse je i jugut ose pse je i veriut ose as i kam pyet njerëzit kur për i ka je, sepse kisha atë natin për mbrana ça hoqa në Itali, tash me ditë edhe këto, ka vjen ti kas vjen ti as, ai na flasim shqip. Edhe ai nadi, pastaj mu s'mla mu kthy mra, po më thanë që unë thosha, unë arrita në Itali që nuk fliça shqip, tuk flas shqip me pas probleme, me pas Me ça e ke nisur këtu? Këtu kena fillu kurset profesionale, këtu në Tiranë. Pastaj kam hap debën në Shkodër, që ishte ëndra. Te ke njëjti vend këtu, ka qenë ndërkohës apo? Jo, kam kanë përpara, kam kanë një ambient tjetër. Në ambientin tjetër, pastaj u spostova erdha këtu. Naja vetëm 1 vit e gjys atje dhe tan kohën kam ndaj këtu ku jam.
Dhe si vazh, më thënë, sa kërkesa ka, është trend në rritje? Kërkesa është në rritje, po. Trendi, sidomos estetika është në rritje. Është egzageruar pak kohët e fundit nga estetika bazë tek një estetika avancuar që do të thotë kaluar në fillra botokse, por ne kena vetëm bazë, nuk merrna fare, është pjesë e doktoraturës aja dhe ne merrna vetëm me pjesën e bazës nga aja të zheja qa me përgadit një student që me dal një jetë me hap i punë vetën, i punësum ose me hap biznesin e vetë. Po licencimi për shembull, kur flasim për licencim, për shembull, po na shikojnë tani vajza të reja, po dhe djem, se tani është kthyer në profesion dhe djemsh këtu, se ka lek, ç'është vërteta ka lek, po ti shi zoti ka shumë lek. Pjesa e berberit është shumë, berberit, parrukier, make-up, po edhe make-upit, djem bilës ka djem që bëjmë më mirë se sa vajzat make-upin. Po që ka punë me shumë, është punë me shumë lek, sepse është konsum që sidomos gjinia femërore e përdor shumë, sepse gjithmonë është tendenca për të qenë gjithmonë të bukura, të freskëta. Gjithatë ne dim shumë mirë që juve estetistët ta ktheni një vajzë si gjyshe ime me rrudha, before dhe after, e shikon atë thua që është kjo nëna Mortis, kur e shikon after Afrodite Academy dela një lloj pjeshke e bukur që tërheqse. Edhe na keni marrë çik në qafe se i shikojnë çunat e shkreti, shikojnë nëpër klavin, nëpër gjona, dëshirojnë dhe kur çojnë nesër mëngjes, po kjo çfarë është? Me rojën, po gjithsesi kjo tregon si tot shpendet. Janë bukur vajza shqiptare janë bukur. Janë bukur. Janë bukur. Po pse janë bukura? Bukura shpirtërisht. E kena genin e bukur. Genin e bukur. Mua më duket sikur është prishur geni fare. Është pak miksa bazë lëvizje. Është prishur geni fare, nuk ka më fare të bukur. E di pse nuk ka më të bukur. Bukuria flas për jashtë janë. Po nuk ka më të bukur sepse shkoj. Njeriu rat parë bën sharmi të bukur. Po nuk patë sharm si njeri, aura, ti boj çfarë të duash fytyrës tënde, ti prap nuk bien në sy. Por mendoj që juve keni bazë që make-upi sa të mban fytyra. Pra nëse ti ke tiparet e theksuara, po e rëndove shumë del Desh edhe karaj fije, nuk është se vën shumë si përpara. Kanë hi pak më shumë vajzat e reja lyhen me raste, nuk lyhen shumë. Për shembull për Halloween, juve keni punë këtu? Domethënë ju vjen kërkesa për Halloween apo nuk keni këto artistiket? I kemi të gjitha artistiket. Kena pjesën e make-upit bazë deri te make-up artist, po kena përgatisim për shembull më shumë nëpër kur janë nëpër shkolla ose rinia më shumë fëmia se sa. Vërtet. Edhe kurse, sepse ne bëjmë më shumë kurse, trajnojmë për me dal në jetë. Ta bëjmë një pyetje kështu, e kam si të them shpende dy spekulim. Le të bëjmë një spekulim intelektual. A mendon ti për shembull Afrodita Ferracaku që kjo duhet të jetë kurrikull edhe në universitet edhe në gjimnaz, mirëmbajtja e vetes? Pra Afrodita Academy të shkojë studentët e veta këtu që dalin me certifikat, sepse ndjenin time dhe do flasim edhe për bashkëpunimin që ti ke me akademit e huaja jashtë, pra që me certifikatat e Afrodita Academy ti punon dhe jashtë. Absolutisht. Pra janë të njohura, janë të validuara edhe në kam vlerë edhe në Itali, po edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në Angli. Kështu që ti me këtë kartën tënde, me certifikatën tënde, ti mund të nisësh nga aja një biznes tënde, pastaj deri te hapja e biznesit. Deri te hapja e biznesit. Pastaj sa e zonja e ti do kesh punë, varet sepse kjo është edhe puna që gjithmonë duhet të rish para YouTube-it. Del një gjë e re se si bëjnë ata në Japoni për shembull apo një tjetër, duhet ta perfeksionosh ti, po ti duhet të kesh bazën. Cili është peneli, cila është furça, ça ndriçimi ka lëkura që ti vendosin këtë ton apo atë ton. Këto janë pasaj gjëra që juve i shpjegoni në mënyrë perfekte te akademia juaj. Ideja është këtu që po sikur ta futesh në gjimnaz, që shumica e njerëzve, vajzave apo të djemve, që nuk e ndjejnë veten të fort matematik, nuk e ndjejnë veten të fort në filozofi, nuk e ndjejnë veten të fort në gjuljetërsi për shembull. Edhe marrja një shkolle të lartë juridik apo inxhinieri është thjesht humbje kohe për ta, sepse s'ka për të dash kurr, ose në një realitet si i sotmi, duhet i lëpish kpucën një njeriu partijak për me të futur në punë, për me marrë një rrok shteti. A nuk mendon për shembull se kjo do ishte një lloj busulle orientimi për disa njerëz cilët shikoj se po futen te kjo, po i marr bazat që unë nesër pas tezës nuk kam se të bëj fare shkollën e lartë unë basko, po ato 5 vitet e shkollës lartë unë duke bë lekë ngritur biznesin tim. Ka shumë edhe kush vajzat që e kanë bërë shkollën e lartë kanë
të zami e shtetit, nuk e kanë arrit me bë punën në shkollë që kanë bë, dhe janë kthy kanë bë një kurs thojve të make-upit, për shembull microblending, kanë dalë shumë teknika që aja ku e ka gjetë vedin ose ku e ka pas vedin mundësinë mu punësu, sepse sikur kam ikun edhe gjitha vajzat, tash ikun ma ndryshe se martohen atje, kanë burrat atje, po çfarë pune do të bëjnë nëse ti s'ke një zanat? O pastruse, o mbajtje në pleqë, o kamariere në restorante, edhe kamariere është problem. Edhe kamariere ose në restorant, në kuzhinë ose me shërby, nuk ke punë tjetër, sepse edhe atje, punët edhe atje janë sikur këtu, pak njerëz të vet ose shkollat e veta janë më të preferuar se sa çka shti me universitet atje. Absolutisht. Edhe kesa dysh e kanë bërë si shkollë, e kanë si njëri, sepse ka një kulturë tjetër me ballë universitetin, edhe pjesën tjetër ka ardhe ka bërë një kurs, sepse e ka gjetë vetin me bëj kurs se sa me punu kamariere ose një diçka. Një mikesha ime që kam mbaruar për inxhinieri kimie, më thënë për kimi industriale, i ka dalë loto Amerikës, ka ikur po jeton në Amerikën, në Miami, në Florida, nuk e di. 6 muaj para të betohem, më kam pas shumë shoqe, më ka thonë, shpendon po bëj një kurs për estetik, për make-up. Ka shumë, po. Edhe tani është duke punu atje, duke bo lek. Ndërka që gruaja amerikane e shokut tim, gëzim dhimës, qanten telefon kur ishte gëzimi këtu, sepse kishte të prenotuara nga prilli deri në shtator dhe nuk kishte punëtore. Punëtore, edhe kjo është një punë tjetër, edhe në Shqipëri është tonë edhe janë. Ishte gati, me i dhon lek, hajde ta paguaj vizën, ta paguaj gjithë, vetëm hajde një zonë, një vajzë e re që të vit të bëjë valla se kemi kërkesa. Domethënë është një grup që të shpendit ty janë 400 milion banor në Amerika. Një treg aq i madh sa nuk e kej den me një qiri që ti e merr një $1 në aromatizus, ti bësh edhe marketingun tënd, ta shesësh $15 apo $20, ti ke bën namin, sepse nga 400 milion veta, 500 veta ty do të vinë ta blende, marrë mira. Neve operojmë këtu në një treg shumë të vogël. Tani, mi shpjegon do të pak vështirësitë që ke hasur ti gjatë, si thua, këtij tregu kaq të vogël, sepse këtu nuk ka treg. Këtu nuk ka treg, edhe pjesa është për shembull se nuk ka as edhe një ligj. Tash kena fillu, është bë mirë puna për kush jep kurse, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Ti je profesionist, ti je parrukiere, tazam, ose ti je estetiste, ti merresh ne që bëjmë kurse. Ne na shërbim veç me studentët, kurse një parrukiere është me klientin. Për shembull në Shqipëri rreth punës teme janë 4-5 veta që bëjnë kurse. Unë kam një tarifë, unë kam një kurs, unë kam një mësuese që jep mësim, unë kam shpenzime tjera si një parrukiere që është të bën një klient që merr tazam 5.000 lekë për i kreje, edhe aja jep edhe studentes mësim. Automatikisht aja s'ka shpenzime tjera. Edhe certifikimin e blen te një tjetër, e blen te dikush tjetër që e shoqat, nuk ka lidhje fare me pjesën e certifikimit. Atje këta vajza, kur ikun në Itali, unë të flas me Italinë ku i kam komunikimet shumë shpeshta, sepse atje i qaj edhe me ba vitin e tretë. Afërdit, unë kam shoqen time, shumë të mirë që jeton në Amerikë, jeton në Miami, Florida, nuk e di, që ka mbaruar inxhinieri e kimi industriale. Ka punu këtu, në për ministrira, në për gjëra, ka ikur, nuk bëri asnjë lloj kursi që mund t'i validoj si tu është diploma ndej, sepse as nuk i do fare ato njësimet si bëhen këtu me mike me gjëra. Ka shkuar, po e mbaron prapa të shkollën ato provimet që duhet t'i ndjeki për të njësuar diploma, por një gjë më ka bërë përshtypje, ka bërë 6 muaj kurs për estetike. Ndërka që histori tjetër, gruaja amerikane një shoku tim gëzim dhimës, që qanten telefon nga prilli deri në shtator, i ka pasur të prenotuar atë gjitha. Shiset e qirinj, i merte për $1 pakon dhe i dilte me $20 në online. Qante, ta paguaj rrugën, ti paguaj gjitha, vetëm të vinë një vajzë ose 2 vajzat ndihmojnë, se ka oraret e zëna gjitha. Pra, ky është lloj profesioni i cili ka shumë spunto. Absolutisht po. Ka shumë, është hap shumë edhe si profesion gjithanaj, sepse nuk është vetëm një fushë që është bë dikur vetëm thojt, femrat kanë shumë edhe për pjesën e estetikës, në kuptim pastrimet e fytyrës, trajtimet, dobësimet, e majnë vedin shumë, qërpikt, vetullat, ka pafund.
Edhe kërkesat janë rritë dhe njerëzit, femrat e majnë vedin edhe më shumë, jo vetëm femrat, është edhe meshkujt. Edhe ata bëjnë pastrime fytyrash, rregullojnë vetullat, rregullojnë pak Ta bëj një pyetje kështu të bukur. Tani si ka mundësi o vlla? Sa herë që ju pyet juve nuk keni asnjë lloj gjoje për të veshur. Po sa le kushton për shembull kot të thonë pedikyr, manikyr, që unë nuk i di fare që është pedikyri, manikyri, po thjesht i kam gjua, se kam idenë si është procesi. Po edhe rregullimi i flokëve. Po edhe make-upi. A mund të vete tek më e lira, atë vete një 50 e gjitha kjo, një 50 euro. Po, edhe më shumë. Po ta llogaritim 50 euro. Po. Sa herë bëhen këto të vajzat, bëhen një herë 2 javë. Po, aq. Domethënë 100.000 lekë muaj. Një herë në 3 javë edhe një muaj, po. 100.000 lekë muaj. Po, 100.000 lekë muaj shkojnë. Shkojnë vetëm për këto. Po, vetëm për këto. Po edhe për të bler çdo 3 ditë se s'keni. Po. Si ka mundësi vëlla që dalin gjithë dhe thonë maskilizim. Ku neve të shkretat? Juve harxhonim shumë se sa neve. Ja, se të s'ka ma maskilizëm. Ku ka ma maskilizëm? Ishte dikur maskilizëm. Të s'ka ma. Tani na vite çuna ato që na bojnë make-upin. Shiko, unë kam arsimin profesional, unë e dashuroj. Sepse kam parë modelin gjerman me Ausbildunget. Nuk e di a janë djenitit të Ausbildungave. Jam. Të rinë gjerman ishin më parë futeshin një kurs për bojaxhi, për elektricist, vajzat për zejtari ose për make-up, se sa të shkonte në Heidelberg në universitet, sepse dine që do t'i nxjije jeta. 5 vjet ishte universiteti, minimumi që do harxhoje kohë atje do ishin 8 vjet, sepse janë super të vështira, si thua, edhe pedagogët janë shumë të vështirë. Si e ke parë të lloj trendin në Shqipëri? Është rritës? Kërkesat janë rritur? Si kërkesa ka, po tregu është pak jo si kur është jashtë. Për shembull se unë këtu jam në treg tash të sa vite dhe automatikisht rreth punës time, rreth shkollës time ka parrukieret, estetistet që bajnë edhe kurse. Aja është të la flok, të krej flok kliente, se ka një vajzë aty që rrinë me ba kursin. Kurse një shkollë janë mësusat, licenca që ke, sepse ti ki baj i deklarim tarifat, licencat, mësuset profesioniste që janë vetëm me dhanë mësimin. Nuk është edhe klienti edhe një klient në pritje, ti e thje vetëm paradite, 4 orë paradite, ose mazite më varë se si e ke kursin, që ke vetëm për me dhanë mësim. Automatikisht ke shpenzime tjera, nuk mund të rrishi kursi sa shëti parrukiere. Edhe nuk ka as literaturë, s'ka as teori, s'ka as e gjave, hap sytë mësa, po dhe ishte zënati vjellë, vjellë zënatë. Ku ka ma me vjellë zënati merret, spjegohet, ishte licencum, jepi certifikim, pastaj këta s'kan as drejt certifikimesh edhe marrin te dikush shishet. Ku shishet? I shesin shoqatat që janë jo të fitim prurse, aje s'pagun taksa si gjallë dhe jep një certifikat një vajzës. Kur ika janë në Itali, unë të flasë për Italinë sa atje kam bashkëpunimet, edhe kam bashkë shkollën edhe i di ligjet e Italisë shumë mirë, atje shkan aja dhe unë kam i certifikat, e noterizan, e ban me vula postile, e kalan edhe në ambasadë, pagun edhe një 300.000 lekë shpenzime tjera, shkan atje edhe si pinuja si gja. Sepse në Itali shkolla është 3 vjetë për më hap punën tame. Tu kanë marrë 15 certifikime, sa bajnë 3 vjetë shkollë. Kështu që automatikisht ata pastaj gjenden jashtë fushës, punojnë tanë kohën para tjetrin, sepse ajo ndoshta ka ikë edhe profesioniste, për këto din me bë shumë mirë profesionin ose ka mbyll punën e vet në Shqipëri, se ka ikë te burri ose te vllai ose te motra ose gjan vedin më mirë atje. Edhe gjendet pa shkollë, pa si gjë, sepse edhe s'ka drejt asnjëherë me hap punën e vet. Njëjtin problem kanë berbert, parrukiert. Po. Berberët, unë kam berberin timin lirin që në fund ditës kam dy karrige aty, thot vlla, unë nuk marr më se kam hequr dorë nga këta nuk vinë për të mësuar vlla. Nuk vinë as për të punuar, këta vinë vetëm për me thonë shiko se unë ditë përdor gërshërën, du me shku në Angli. Në Angli, po, në Angli në Itali. Do bëjmë berber atje në Angli. Po pret Anglia për të bë ti berber. Po. Edhe përfundojnë në për shtëpia shashe, në për shtëpia bare apo trafikant rëndomt. Unë djenin time, po, ti duhet ta shpresh se çfarë facilitetesh, çfarë lehtësish kanë studentët e Afrodite Academy.
Studentët e Afrodit Academy kanë stafin e mësuesave që janë profesionista. Programi është komplet italian, edhe mbasi mbarojnë 2 vitet e shkollës në Shqipëri, unë kam bashkëpunim, binjakëzim me një shkollë në Itali, ku atje marrin vitin e tretë. Ku marrin direksionin teknik. Interesant. Kurrikulat e shkollës tonë janë të njësuara me këtë shkollë, me regionin e shkollës ku unë kam bashkëpunimin. Atje vinë para një komisionit regional, sikur është ligji në Itali, edhe ka të drejtën e një italiane që del para komisionit edhe merr direksionin teknik, merr të drejtën e hapjes të biznesit në tonë Italinë e në tonë Bashkimin Evropian. Domethënë që t'ja kuptojnë qartë se njerëzit edhe shkolla 2 vjeçare. Domethënë ti bën një shkollë 2 vjeçare. Tu pajisë me certifikat? Pajiset me certifikat. Kjo certifikata për çfarë është valibël për 2 vjet? Është valibël ku ka pjesën ose estetikës ose parrukier berber. Vetëm parrukier berber ose estetik? Ose estetik, janë 2 fusha të ndara. Tani pas kësaj 2 vjeçare, këta janë të detyruar të shkojnë në Itali apo jo? Nëse dojnë me hap punën e vet në Itali, janë të detyruar që ta marrin shkollën në Itali, sepse duhet 3 vjet në Itali. Okay. Ne Shqipëria ka vetëm 2 vite shkollën. Po Anglia? Edhe Anglia është 3 vjet e ka. Domethënë që ti se po ta bëj pyetën ndaj sikur jam unë aty. Që duhet të hapesh një punë tane në Itali, në Austri, në Gjermani që duhet edhe një titull mjeshtër. Po. Në gjithë Bashkimin Evropian, shkollat janë 3 vjeçare. Pra, unë dua të vi për berber. Do të bash shkollë parrukier berber. Do bëj parrukeri berberane. Po. Do vi të ty. Do të më afër ditë. Unë për 2 vjet mund ta hap licencën këtu në Shqipëri apo? Po, në Shqipëri. Me shkollimin ton për 2 vjet. Se po e bëj për dëgjuesit që mund të jenë të interesuar. Në Shqipëri hapet edhe më me pak. Po mirë, neve na intereson, neve na intereson sepse ligji do forcohet një ditë. Do forcohet. Edhe shteti do forcohet një ditë. Është u forcu sepse disa pjesë janë mbas, sepse edhe nina kanë ardhur me xhurnul kurrikulat, kanë dalë ligjet, por duhet pak afatin e vet. Ta lloj tipash që dalin kështu në të zez. Ta lloj tipash do t'i skarcoj vetë sistemi, po. Edhe këta që japin kurset, parrukierë që japin kurse, se ti në çdo parrukeri që shkash, për jashtë ka të shkruar me kurs, thojsh qerpik, vetullash, parrukeri, estetik. Aja është parrukiere që se din fare çfarë është estetika, e bën edhe kurs të estetikës. Unë mendoj kështu domethënë, që ta trajtojmë këtë lloj forme. Unë po vi për tu regjistruar. Mbarova shkollën 2 vjeçare, me 2 vjeçaren tënde unë mbylla punë në Shqipëri, pra mund të punoj ku dua në Shqipëri. Kam shkollimin adekuat edhe të nevojshëm akademik për të hapur për të qenë në të vërtet parrukier. Parrukier, po. Tani mua më del martohem me grun. Po. Do ikim në Itali, se nuk na pëlqen Shqipëria. Po. Tani me këtë certifikatën tënde, unë vi prapë paraqiten te zyrat tuaja. Akademia, po. Dhe juve më çoni në komunikim me numrin e amzës edhe me shkollën atje. Më bëni kalime me email edhe me gjitha me fakse që të më presin atje. Dhe për këtë një vit unë ç'a bëj? Për një vit i merr vitin e tretë, ku ke të drejt hapje biznesi, sepse tek ne ke një kualifika ku ke drejt me punu. Po. Edhe mund punash si në Shqipëri ke drejt me hap, kurse jashtë ke drejt vetëm me punu. Po. Ose ka dhe mundësin tjetër kush ka 3 vite punë, që punan atje, ne kena mundësi me kurrikulat që kena na, me çu bashk me ba vitin e tretë në Itali. Është një cidu storico kush është në Itali edin, që ka 3 vite punë, ka të drejt me shku me ba vitin e tretë, ne çojmë pranë shkollës ku kena bashkëpunimi, sepse ligji e përmend se ti ke edhe një experience punet. Domethënë me 3 vjeçaren, me atë një vitin plus, unë shkoj në Itali, hap biznes në Itali. Biznes në Itali, po. Kam, domethënë, ajo është certifikat licencë. Licencë, po. Certifikat licencë. Po tani nëse unë ndajem me këtë gruan dhe martohem me një angleza. Vetëm martohem në Angli dhe jetoj në Angli. Më vlen. Absolutisht. Më vlen kjo, nuk kam nevojë për kualifikim. Nuk ke as kualifikim as gjë, sepse është diplomë e marrën në Bashkimin Evropian. Sa akademi në Shqipëri ofrojnë këtë lloj shërbimi apo jeni e vetmja? Për momentin unë flas për vete, jam e vetmja, sepse unë këtë vit ne çojmë 50 veta që kanë të drejtë me marr direksionin teknik. Bravo. Datat i kena 50 veta, ku kena vajza parrukiere estetiste, ku janë parrukeria në vedi bashkë me berbert edhe estetika në vedi. Se unë kam parë që këtu vinë edhe pedagog italian. Absolutisht, sepse shkolla italiane den me pasë ku i kam çuar në këta 2 vite. Po, absolutisht, ta e binjakëzimin kot. Ta e binjakëzimin, ne ecim me kurrikulat e tyre që i kena të njësuara programet e tyre, sepse ata do dalin para një provimit. Regjoni i jep provimet që kanë ata në listën e materialeve të shkollës. Automatikisht unë kam programet e tyre.
plus të thash, unë kam marrë mësim atje, kam marrë programet, qysh se kam marrë në Shqipëri, unë kam pas komplet kurrikulat e Italisë, sepse kam ditë se një ditë do të bëhet kështu. Po nga ndryshon kjo kurrikul nga kurrikulat e tjera? Çka ka specifike, çka ka të veçantë? Specifike ka orare më të shumë, sepse janë 1800 orë. 1800 orë. Po, edhe ka teori dhe praktik. Edhe teoria shumë e rëndësishme, nuk është vetëm si te parukieja që është me 3 muaj. Me 3 muaj çka kemi mësu? Merret thetaja për 3 muaj kursi, s'ke nevojë me baj vit shkollë ose 2 vite shkollë. Nuk është si 3 muaj sikur 1 vit. Pra, sepse s'është e përgatitur te teoria fare, ku do të flasin për lëkurën, shtresat e lëkurës, celulitin, shtresat e celulit. Ka një gamë pafund. Produktin, njohjen e produktit, çdo lloj lëkure, çdo lloj celuliti, do të kenë produktin në njohjen. Në fier gjatë pushimeve verore unë shkoja në fshatër. A kupton? Ngëtoja anena një muaj më lidte babi që të merre çik djalë qytetit, shkonte ta shikonte të natyrën, mos të rri kështu i përkdhelur. Edhe mbaj mend të gjitha parukierët ishin shtëpiake, te dyqani i shtëpisë private kishte ndonjë kështu një parukeri me perde roz, e mbaj mend kështu si vdekja, dhe shkonin gjitha këto gratë e fshatit që kishin një njëjtën prerje flokësh, model kinez, shkrutra në ato lloj vitesh. Prandaj këtu del tjetri konkurrentin thonë, del nuk hajde 3 muaj të neve se nuk ke kohë, nuk ke nevojë për 1 vjet, 2 vjet. Sepse këta e kanë idenë e profesionit që mos të quhesh parukiere, mos quhet shtëpiake të shpëruar. Pra, që ti tregoj, hajde dal për shtëpi ose ta kem gjitur me shtëpinë. Ndërkohë që ta afërdita që ti po më thua tani, ky është profesion valla, nuk është më hajde se kam diçka që ti tregoj burrit që unë ti të vlej. Që unë vlej. Pra, te këty bëhet akademi, bëhet shkollë. Pra ti mëson shtresat e lëkurës, mëson indet e lëkurës, se si ti të ndërhysh, të njohësh smundjet e lëkurës, se si të bësh çfarë pudre duhet i përdor ca lëkure që mos i bëj reaksion. Pra të gjitha këto i trajtoni. Njohjen e produktit për tipologjinë e lëkurës. Se njohja produktit për tipologjinë e lëkurës. Po, sepse ti shkan te krem te një parfumeri ose te një edhe farmaci, ai të jep një krem që ka me shit. Kurse një estetiste e njeh për shembull sepse ka packaging-un të shkruar me aty dhe shpjegimin se për çfarë lëkure është. Automatikisht ti e din ban apo s'ban për lëkurën tënde. Domethënë, sa herë ka ndodhur juve që të jenë ankuar njerëzit për reaksione apo asnjëherë? Sa dush ka që kanë reaksione, mësë edhe produktet, do të me i pa vitin e skadimit, vitin e prollimit, ku është prollu, një estetiste din me njohë, sepse në program të shkollës është edhe kja pjesë. Automatikisht kur ta merresh një krem ose kur ta sugjeron dikush, ti merre lexan e shef se a është apo s'është produkti i duhur për lëkurën tënde. Momentin që ta ka shpjeguar estetistja se para se të bëj një trajtim ose ta mësash që të bëhet një trajtim, ti të bësh një test lëkurës. Absolutisht. Do të kesh idenë ose do të jesh e qartë se për çfarë duhet klientit, përdorja në kabinë plus te pjesa e marrjes në shtëpi. Domethënë, ti po thua që ajo që diferencon njerëzit apo profesionistin e dal nga Afrodita Academy është domethënë që ka një njohje të thelluar dhe shteruese mbi profesionin. Absolutisht po. Pra, ka raste që mua si klient mund të pëlqej kjo lloj pudre, se më nxjerr bukur, po ti mund të thuash shikoj se lëkura jote është nuk përshtatet me këtë gjë. Po kështu aliazhe për shembull kombinime. Edhe kombinimet atë gjitha, bashkimi ngjyrave, ngjyrat e Osvaldit, ka pafund si për bojat e flokëve, si për make-upet, si për pjesën e komplet, që është pjesë e parukerisë dhe të make-upit. Mua më ka bërë përshtypje që parë në fillim kur folëm pak bashk, më the që kjo është pjesë e doktoraturës, për shembull botoksi apo këto fillerat e tetarshëm si kam as konceptet. Asnjë gjë që bëhet me gjelpan në lëkurën e klientit nuk përdoret nga estetistja. Po këtu po bëhet nami o Afrodit, si ka mundsi? Që jena në Shqipëri, çfarë tham? Po bëhet nami. Çfarë tham? Është rrezik e para për kush e bën, sepse këta janë edhe zemrake me bëj gjatë tillë, edhe plus kush e percepton që nuk nalësh te një estetiste, absolutisht para si motiv, as te një parukiere para si motiv. Sepse nuk mundesh me kënd, ti nuk i ke njohuritë atilla që ti më bë me injektu një produkt që ti nuk e njeh as çka ka princip aktiv, as se prika vjen, as nuk ke të drejtë.
Janë doktorat, janë profesionistat që bajnë këtë pjesë. Po si ka mund që domethënë, shikoj. Unë jam duhan pirës, fatkeqësisht. Neve na shkruan duhani, paketa duhani. Duhani dëmton në shëndetin. Nuk mund të zgjedh ato me kancer, jo ato që ngelim sterila. Tiemi kështu, bëjmë edhe çik humor. Por ma thot vlla. Edhe unë jam koshient. Pse? Sepse më shijon ai procesi i thithjes duhanit apo. E kam psikologjike, mund të jetë idiotësi, dhe është idiotësi, sikur na heq hallet, sikur na heq stresin, po jo, nuk ta bën atë. Thjesht ta mpin trurin. Po e kam pranuar si fakt. Inshallah e lën një ditë. Por unë e shikoj domethënë që ky duhani po e pin gjithë, pra nuk çeka aq e keq vlla na vrasit gjithëve në njëjtën kohë. Po. Kurse të vesh, të vendosësh gjilpërën trupin e huaj tek një njeri që ka 3 muaj kurs. Po, sepse aja vetë thëtë e ka ullë çmimin, kja është i ullin edhe çmimet, pastaj se thëtë unë po e ka ba filanje, po e bajlon sepse ban 50.000 lek ma lirë, ose një çmim ma të lirë se sa tek profesionisti, sepse profesionisti e para ka produktin e mirë që e njeh, e dyta ka shkollën, ka ban 10 vite shkollë për me arrit deri aty. S'mund ta bash ti një parrukiere thjesht ose një estetiste, as edhe me 3 vite shkollë ti s'mund ta bash i gjatë. Nuk merren fare me atë pjesë. Po. Nuk merren fare me pjesën. Vetëm çmimet, ja ulin çmimet edhe shkojnë kështu. Merren fare me pjesën unë është estetisja ka marr burgun përsipër. Po ti jam unë kryeministër, nesër pas ne po ti që vete. Po. Ti që vete. Për shembull është i shprehje një lordi anglez. Thotë nuk jam aq i pasur sa të blej gjëra të lira. Po. Sa më që pasur sa të blej gjëra të lira. Pra, mua kur më thot tjetri ofertë kurs gjermanishte vetëm për 20.000 lek në muaj. Në jetë të jetëve se unë kam për ta marrë një herë seriozisht atë kursin. Pse? Sepse jam shumë i bindur që ai pedagogu që vjen atje mund të marrë 40% të 20.000 lekshit. Dhe aja vlen bara qeran që të plasi trut me mua dhe me na 5 veta tjera i pra aq lek. Ka marrë seriozisht zero. Kur unë shikoj një berber që merr 3.000 lek, unë e di që do 3.000 lek vjetra, unë e di që do më qeti balla box vlla. Më ka ndodhur një herë ti afërdit, se ky është podcast, bëjmë edhe çik humora, kupton? Në Laç. Te një miku i familjes. Më mbajti më bujti atje 5 ditë, 6 ditë. Edhe ishte bërë, domethënë si thua, ishte bërë për të qetur. 17 vjeç në atë kohë. Futem, e tham, ma shkurto që i tash, njësh, dysh, për çik me shkrirje, me hije, me gjëra. Po dhe unë gjeta tani ku ti falesh, ai ishte, ke pratisht nga këta berberet e Enverit, ishte diku te 68 vjeç në atë kohë, 70 vjeç, shepsu. Një prerje. Dha sa dhau afërdit. Mori këni. Jo, mori këtej që hoqi këto, pastroj qafën. O vllada, e di se është probleme na, ti vendos vlla një tasta ta boj balla bokse se po lodhem. Po kështu trosh fare. Trosh. Po çete. Po të betojmë 1.000 lekë marr. Po. 1.000 lekë, 1.000 lekë. Automatikisht ki dash me pretendu më pak. Po ishte i vetmi berber në Laç. Në atë kohë ishte i vetmi berber, i bie 17 vjeç, i bie 15 vjet para. Llogarit 2010-ën. Po shkan lash sa çfarë profesionista shka. Se ka hapur afërdita? Jo. Ka profesionist. Jo, në atë kohë që isha unë mbaj mend në Laç, domethënë një dos që este me 3 dërkuca, që ishte simboli i qytetit, në tërë qytetin ajo, edhe ky berberi. Edhe po që kishe frikë se të ecë në për rrugë, se mund të vinte ndonjëri të vriste si për llogarit tjetrit. Donte me vrat tjetrin, po të kapi dy plumi, s'ka gjë aty paketohesh shpejt e shpejt. Unë e di se çfarë pritshmërie kam. Për shembull, kur vetë ta vërditë që më thotë zotëria, di se është problemi rat parti do vendosesh një orar. Ose para e dyta thonë që sa është çmimi direkt. I tham po mblen pak ta shpjegoj se ç'a bëhet në këtë çmim. Se unë mund ta tham çmimin edhe nëse ke vesh për çmim, okay. Ose dën një informacion, sa ç'a bëhet, jo, unë e di, unë do me bë kursin e thajve, po marrim një shembull, por unë do me di sa çmimi, po në këtë kurs ti thush hajde te shkolla ta shpjegoj me detaje, mos kam nevojë do me di çmimin një herë. Ti ku do me shku, do ta dish se ku do shku. A është institucion serioz, a është një vetëm thjesht një parrukëri, a është thjesht shkollë, me kryu idenë, me pyet, me pas ma kërkesë, me thonë, kush e jep mësimin, kush është profesionistja që jep mësimin, sa orë është mësimin ditë, ky pjesë, kjo pagesë që është, ka disa kushte, për çfarë është për shembull një çmim më shumë se te parrukëria Lagjës, sepse ka këta arsye të tjera. Shikoj, mua më ndodh shpesh për veta këtu, kur i tërgoj çmimet
politikanëve apo njerëzve që du me vi kur të ftoj unë, je i ftuar nga shtëpia. Kur vjen që do me dal ti për me promovu diçka, you have to pay bro dhe sister. Po shtrenjtë. Motër, shko pak tek një televizion, më mediokri, po nuk të kërkuan 800 euro për 20 minuta dalje. Pyet ma bosh. 20 minuta që ke edhe 2 pacient tjerë aty që janë prit me boti pyetje. Edhe ke edhe një krye pacient moderatorin që ka ardhur aty ka marr lekët përqinden me shefin edhe ty të bën ca pyetje, si u ndave nga burri. Ti ke vajtur për parukeri, po ai do të futet te familja, se aty do me marr ca klikime. Ndërkohë që tek unë vjen ti mu duke shtrendulla, po se unë jam i shtrendur, duhet me qenë i shtrendur, vëlla. Aq e kam çmimin, e vendos unë vetë çmimin, 3 clear. Po unë të ofroj 1 2 3 4. Të ofroj më shumë kohë, të ofroj edhe veten time, që bëm bashkëbisedim me mua, nuk ke kohë duke parë prompterin. Ke edhe shpërndarja, që do të thotë nëse nesër pas nesër televizioni TVSH-ja, televizioni i shpendit mbyllet, ti YouTube-it s'ke çfarë të bësh. Të gjithë televizionet kanë kaluar në YouTube tash. Edhe këta e masin performancën e njëri tjetrit në bazë të klikimeve në YouTube. Sepse nuk ka një matës sa shikueshmëri ka televizori. Sot në Shqipëri nuk ka një letër lakmus që të shikohet se televizioni i shpendit është më i fuqishëm në rrjetin klasik se sa i afërditës. Për mos përmendur emra se në fund ditës janë biznese. Pra, e njëjta gjë është edhe me ty. Ti mund të jesh i shtrenjtë, po jam i shtrenjtë sepse unë të garantoj 1800 orë vëlla. Garantoj që kur ti kesh në Itali ose në tanë Bashkimin Evropian, certifikimi ose diplomimi që merr tek unë, ty të ka vlerë për atë shpesë sa ki bën ti edhe bash profesionist me atë pjesë. Që kudo që ti është hasesh me një huj, ti je paralel me te. Po pra, po edhe zysha italiane që e kam taku unë, nuk është se vjen nga dashuria dhe është Madre Teresa. Madre Teresa, edhe ajo paguhet nga akademia. Rrugën, ushqimin, fjetën, gjitha me radhë paguhen. Pra, dhe ajo është në çmim tek ajo gjëja që se nuk vjen njëri për Nën Teresa këtu, po shqiptarët që janë mësuar gjitha falas, gënjeshtrat i duan gjonat falas. Unë kam kuptuar edhe një gjë tjetër vërtet, që ti ke ulët në raport me çfarë duhet të kesh. Pse? Shqiptarët vetëm grija, se vetëm ashtu të vjen. Po fillove ti bësh toleranca ta mirëkuptosh buxhetin e ti të familjes. Ose me pagu me këste, ose thojnë për shembull, po e marr ka ndaltesh me këta bankat. Po nivelit të tretë apo nivelit të tretë më thanë se dytet janë luks. Unë po e marrë sepse ka shkolla këtu të tonë e paguaj vetëm bankët edhe baj pagese. A ki ban fundit ti sa çka në pagesa më samaj? Ty në fund me përqindja interesave çdo gjë që ke ti, e ki marrë parasysh jo, sepse ti marrë në shkollën si mjet e ke edhe 2 vjet me pagu kredin. Edhe këta janë disa gjëra që ti vendosin pikat mbi shkolla këtu është 2 vjeçare. 2 vjeçare. Ka 3, 6, 9 dhe 2 vjeçare. Mund t'i bash edhe kurset e lira. 3 mujorëshe, 6 mujorëshe, 9 mujorëshe. Këto janë me certifikata apo? Me certifikata, absolutisht. Po çfarë certifikate për shembull vi unë për 3 muaj? Një certifikat për 3 muaj, ke një pjesë programi të vitit shkollor. Për shembull ban vetëm larje boja, ban vetëm larje prerje, ban vetëm larje, vetëm një pjesë programit, ja komplet program. Çfarë mund të bësh me këtë 3 mujorëshin? Me këtë mund punosh vetëm me një atë pjesë programit që ke marrë. Punon te një parukeri. Punon te një parukeri, po. Edhe jashtë apo vetëm këtu? Edhe jashtë mund, edhe jashtë punon. Vetëm për ato gjë. Por vetëm për atë gjë, por kudo që shkash jashtë, edhe në Shqipëri kudo nuk kanë luksin asnjë qendër estetike ose asnjë parukeri ose asnjë berber. Me marr ty vetëm për atë punë, ose të jep një vend pune, po në Itali nuk funksionon hala kështu. Në Shqipëri për shkak të jep një vend pune që ke ti vetëm lajë boj, po momentin që s'ke atë punë ta bash se ke klienten, ngel pa punë, kështu që automatikisht do të jesh e plotësuar në gjitha sepse ndoshta dhe me prelli fije flokt, dhe me vu edhe një ngjyrë tjetër floktëve ose dhe me bë një make-up ose dhe me bë edhe një stilim se ka një rast. Kështu që ti s'mund të thosh, i këtë pjesë e bën, pjesën tjetër ta bëjnë dikush tjetër. Shikoj, a është rritur, më thënë, a janë ndërgjegjësuar një herë njerëzit që puna nuk është turp? Se këtu edhe në Shqipëri për momentit edhe për momentin Shqipëri ashtu bën shumë problem gjetja punëtorëve edhe me gjetë profesionist. E thash nga që i bajnë këta kurset kështu i sa të nesër mas nesër është shumë problem pjesa me gjetë profesionist. Po vërtet, po sigur, atë ka vajtë mendja ti që akademi serioze. Ti bësh një thirrje të ngjashmeve tua edhe pse keni dividenca nga njëri tjetri. Çështje tregu, çështje konkurrence që është mirë kuptueshme në kapitalizëm ose në ekonomi tregu,
që të krijoni një sindikat. Që do të çash sindikata. Përfaqësuesit të 3-4 akademive shumë të fuqishme, serioze, që kanë njohur për shembull siç e jote që ke binjakzi me Italinë, që Italia mund të thua çfarë duash, por është nëna e modës edhe estetikës, pagan aty ka lindur çfarë do lloj gjë e bukur. Të shkoni dhe të rregulloni tregun, pra të formsohet një ligj që t'ju mbrojë juve të drejtat tuaja, sepse pagesat që bën ti nuk i bën ajo parukierët e lagja. Dhe kja bëhet pak. Dhe është konkurrencë totalisht e padrejtë, sepse kjo prish tregun, nuk është se të merr ty konkurrencës, ajo me atë nuk pi as çaj, edhe me usmur, me treta të letrën që merr aty që s'merr fare. Tregun ta prish. Ta prish edhe të vjen keq, sepse ti punon ban ton këtë punë për me dhënë sa më shumë, për me përgatit sa më shumë e ballë, ja lagjes tash edhe vjen aty dhe bani kurs edhe thet, e kam bathet aja kursin, e kam bathet i kurs, po a mund ta marr edhe i pjesë tjetër. Tash o e ki bën se ki bën kursin. S'ka. Po në çfarë qytetesh e hapur, se unë djenin time di që ti je përhapur në Shqipëri. Ne jemi në Shqipëri, jemi në Tiranë, ku jemi qendra, jena në Shkodër edhe tash kena hapur edhe në Durrës. Tani që ti marrin vesh ta njerëzit, ti tregosh adresat. Te Tirana e thamun, është te rrethi i Astirit. Mu te rrethi i Astirit mbi lokali Rosini. Tek në Shkodër është tek Universiteti Luish Gurakuqi, mbrapa tek konvikti vajzave, në Durrës është tek shkolla Migjeni. Te shkolla Migjeni. Shumë direkt në Katret aty. Në Katret. Pra kemi në një website në një gjë? Kena website, kena Instagram, kena Facebook, kena oramaj në rrjetet sociale. Website si është? Afrodite.academy.al. Është website? Këtu përshfaqen çmimet, përshfaqet gjithë sistemi se si funksionon, numri i telefonit e gjitha me radhë. Shpjegimet, pjesëmarrja në shkollë, mund vinë me na edhe 2-3 ditë të shkolla me kryu idenë, atë pëlqen më shumë nga që janë të ndara estetika apo parrukeria, sepse me hinat konceptin atë pëlqen apo s'pëlqen, mund vinë, nuk ka pagesa, nuk ka me pagua si gjë, ka vetëm me kryu një ide cila nga fushat e tërheq më shumë, për me vazhdu procedurat e mësimit. Sepse, shikoja, me të vërtet këtë emisioni im, shikohet në pjesë dërmuese shikohet nga meshkujt, sepse është vetë karakteri politik, po edhe unë vetë si drejtues që jam pak agresiv në verë politik apo në verë publik, por që ka ato goca që na ndjekin, ato vajza, femra që na ndjekin janë elitare, edhe kanë shumë tru. Nuk janë si këto që janë vetëm just scroll, vetëm scrollojnë edhe hedhin foto ushqimesh. Pra mund të ketë gra të martuara që duhet me bëjë një punë tjetër, që mund të vinë këtu te akademia. Që vinë të antarësohen, që të antarësohen, nuk është vetëm e mirë se arës, në fund ditës ti po jep një shërbim që ti po e pasaportën europiane në thelb këtyre vajzave dhe djemve që vinë aty, nuk po na e bën KM-ja, kryeministri, që premton pasaportë europiane. Sfuto me politikën jo, pasaportën europiane në thel po jep certifikate që jep Afrodite Academy, sepse nuk ka pasaport më të mirë se sa unë të shkoj dhe ta kem një certifikat valibël e të hap një biznes në Itali. Kem drejtën me punu dhe me hap punën time, absolutisht. Ose kudo. Absolutisht po. Kjo është apo? Kështu që të dashur pacient dhe juve vajza të nderuara të podcastit Tru nga Shpengazhi, ju lutem futuni te kjo faqe dhe shikojeni se ndoshta ju vlen. Mund të ketë qenë jeta juaj gjitha një gënjeshtër, duke ju thënë që do bësh një juriste shumë e mirë apo një gjyqtare shumë e mirë ti ke përfunduar kamariere te lokali i lagjes. Unë të vishë të marrësh një profesion që varet vetëm nga ty. Mund ta kisha bërë dhe unë. Ja, kjo është faqa. Por që mua më ka dhënë Zoti talent tjetër, më ka dhënë talentin te goja, nuk më ka dhënë te peneli. Por që po të vidhe unë aty kot me bojë një kështu. Një kurs berber, nuk e dihet. Ha? Një kurs berber mund ta bash, po. Mund ta bëj një kurs berber, nuk është se s'kam shije kështu te flokut. Thjesht përtoj me u marr me veten time. Si e shpjegon ti Afrodita tash? Ja, po të kesh i pacient si puna ime, të viun aty dhe të më shikosh tani, o Afrodita, unë nuk kam qejf të merr, nuk jam metroseksual. Që të rri tani më doli kjo qimja këtu, ç'do të më thosh, çka këshillash do më jepja? Se zysha. Yes. Unë nga që i baj vetëm kurse, mundohem me thane, parë do të me të pam ai dashurum, se pasaj fillan veto e pa vedin. Unë dashurum jam, po nuk e se më ka pranu që të qam. Fillan e shef vedin ma bukur. Më ka dashurum me veten? Edhe me veten. Me veten jam i dashuruar shumë, nuk e di 25 orë, 24 orë. Po se di nuk është se më jep kjo. Por se kanë dalë to trendet e reja tash, jo po ngjyrimi flokëve, jo po hiqi një visk këtej, jo po
çoj me hije, duket vetë si Kim Jong-uni, ke pratisht ka dalë ky modeli meshkujve këtu. Po. Është si Kim Jong-uni, hiqi këto zero dhe pastaj lë flokët të lartë, po për shembull, cili është një model që do ma sugjerojë më? Modeli është ai që e pëlqen veten. Po ti tani si profesioniste duke parë fizionominë e fytyrës time, lëkurën time, tiparet e mia e krijon një lloj ide se kush do ishte më i preferuar. Po s'mund tham se je perfekt. Si s'kam çfarë ta mund ty. Je perfekt. Kape se mua më ka plumit e shtrirë. Më ka plumit e na rrëzove këtë në gjë për mbyse. Kthejmë budën se na kap syri keq amon se kam rënë 3 herë nga shkallët e vit. Okay, 3 herë nga shkallët do afër ditë. Në dikush po bën konspiracion anë lart nga Olimpi. Cilat janë projeksionet që ka afër ditë akademi për zgjerimin e vet? Cili është hapi i radhës që ti do me bë afër ditë? Hapi i radhës, ne kena vetëm zyret në Kosovë, po do të hapim akademinë. Do të akademinë në Kosovë. Po atje mund të kesh me të vërtetë shumë kërkesë sepse është vend pas lufta dhe ka nevojë shumë. Pas lufte dhe kanë jetu shumë, kanë ikë tani emigrim me kohë, kanë filluar atje emigrojnë se dolën ata sikur ne në Shqipëri që ikën vetëm me viza, edhe profesionet janë shumë të rëndësishme. Domethënë, deri në çfarë stadie me ata të Kosovës? Do ta hapësh me njëjtën me të njëjtën emër. Kosova ka dhe një problem tjetër, mosnjohje nga shumë vende. Nuk na bën ne marrim diplomimin edhe nga Shqipëria, bëjmë projekte me Kosovën, nuk njihen, po ne njohim kurrikulat me Italinë. Në momentin që njeh me Italinë. Nëse Italia njeh Kosovën, e njeh Kosovën, edhe Gjermania njeh Kosovën. Ne këta kena kurrikulat më të forta, njohin në Gjermani edhe në Itali. Amerika i njeh edhe Amerika njeh Kosovën. Edhe në Amerikë mund të vesh. Në Amerikë mund të vesh vetëm me 2 vjeçare, s'ke nevojë me kalu nga Italia fare. Me 2 vjeçare, po, bile në Itali, në Amerikë kurrikulat janë ndrysh, janë parukeri dhe kozmetologji. Janë të dyja bashkë estetika dhe parukeria, nuk janë të ndara sikur në Europë. Sa student kanë shkuar, më thënë, në 15 vite? Ma thua do të me parafërsi se e di që si di me numra. Deri tani kena shku që të thamon ty, 15.000, 20.000. 15.000, 20.000 veta të certifikuar. Të certifikuar. Do më thënë i bie mesatarisht ka 1.000 persona në vit. Po, kena ecë. Bravo. Kena ecë shumë. Do më thënë, ke feedback? Kam, shumë. Do më thënë, mban akoma raport me student për shembull që kena sepse studentët kanë pru tjertë. Kanë të tjerë. Çdo student deri tani kanë pru motrat, kushrinat, kunatat, vëllezërit, kushrit gjithë. Që ka ecë shumë. Ka më shumë njerëz që bin njëri tjetrin se sa rrjetet sociale ose po nga rrjetet sociale për shembull kanë ardhur, vinë apo janë kështu më janë thashë se ka shumë të shtypë, sidomos me Instagram e me TikTok e me këta janë ta parrukiere që janë tonë ditën live, janë tonë kohën live. Edhe ndoshta kjo është një tërheqje tjetër, por unë i kam pas gjitha kush ka ik për shembull jashtë ose te shiçojmë grupin në Itali, gjithë njerëz thonë që për ta marrë ne kena pa me realitet është ashtu, shkoni te kjo akademi dhe kjo ka kënë puna më e madhe. Shkoj, afërtit është gjunov që mos teci akademia jote kur i ketë të stisura në mënyrë perfekte gjithë legislacionin edhe rregullimi me vendet jashtë. Unë e marr vetë me punësimi një farë kohe, problemi më i madh që kishim neve ishin që ata donin certifikata valibël, edhe nuk kishte certifikat se kërkonte murator. Ai shkreti nuk kishte 15 vjet që punon në Greqi, mund të ngrinte murin më mirë se sa inxhinier i diplomuar. Po atje është edhe një farë burokracie që ti në vesh të marrësh letrat, ti duhet të kesh për çfarë po vjen këtu dhe ti mund të jesh i zotit tek muratoria. Po ligji do që të bindet, pra do një lloj certifikate. Ne ishim para 2 zgjedhjeve, ose të korruptoheshim, që do rrezikonin veten tonë që të më marrë një certifikat ablediku, pra do futeshe në mafiazh, sepse unë do vija te ty, do të korruptoja ty, domethënë do dilte informacioni, ose do digjesha. Do shkoj të punoj me një rrog bastarde që të vendosin shqiptarët atje për kaq muaj, po me kismet po u bën letrat. Edhe ta japim rrogën apo s'ta japim rrogën. Dhe kjo një lloj, më thon, kjo lloj gjëje për po se është kjo akademia që ti ke dhe e pa sa më gjatë në treg, se tregu është i vështirë. Për po se është të mëson, më thon, të jep një zanat që nuk të lë kurr pa buk, zanati nuk lë kurr pa buk. Nga shtëpia e bën kët, mjafton të jesh e zonja, të vjen brederesha e Monakos, nëse ti di me bën mirë atë lapsin, të vjen aty te ty. Po ka dhe njerëz që të marrin siç janë berber shumë të mirë që i merr një deputet apo një politikan që s'do me dal
i paguan 100 euro apo 150 euro vetëm t'i vete shtëpia dhe ta qeti e ta bëje që i bëjnë atë trajtimin special, që i lëkon e vet. E njëjta gjë mund ndodhet edhe me këto vajzat që shkojnë. Por nga ana tjetër, prandaj ta thash pasaportën e lidha çik se shko fushatë dhe kam qef ta ngacmoj kryeministrin ton, se kam shumë xhana dhe e du fort. Është me të vërtet pasaporta që ti shkon me dinjitet jashtë kufitëve të vendit. Edhe punon me dinjitet edhe me profesionalizëm. Edhe me profesionalizëm sepse ti bazohesh 3 vjet, do të thënë, te 3 mujorshi edhe unë jam shumë dakord. Kur thot tjetër që unë kam mbaruar një kurs 3 mujorshi, shikoj me skepticizëm tani, për 3 muaj çka ka bë ky vëlla? Po. Kur thua 3 vjet shkollë, 3 vjet shkollë ti nuk mund t'i kalosh dot vetëm me duke gënjur zyshën. Jo, s'ke sesi sepse ka një program të mirëfillt. Masandaj çdo vit kalan provim. Bëhet një provim specifik për të komplet programin që ke bërë gjatë kohës, që ka pyetje përgjigje, ka teste gjatë vitit, por fundi vitit që ka një program ku ti i para një komisionit ku jep pyetje përgjigje dhe jep ban provimet. Kto janë të Italisë? Kto janë të Italisë. Të Italisë, më thënë, provimi përfundimtar në vitin e tretë e bën Komisioni Italian. Në Komisioni Italian. Po duhet të mbrosh gjuhën? Do të mbrosh gjuhën italiane, po, edhe plus jena me edhe me përkthyes. Edhe me përkthyes. Domethënë ambuloni, kush ambulon për kena përkthyes profesionist që është pas stafata ditën e provimeve për çdo gjë që edhe studenti nuk e ka të paqartë, edhe ata nuk e kanë. Pra ja keni kursuar shpenzat edhe për një kurs italisht. Domethënë që të arrish ti nivel aty minimumi duhet të jetë B2. Po. B2 është apo? B1 është atje. Qeli. Ai është Plida, po. B2, niveli B2, minimalisht. B1 është. B1. Po. Që do A1 A2 do 3 muaj, po dhe B1 B2 se janë bashk, do të një 6 mujorsh kurse do për italisht. Në përgjithësi e din italishten. Italisht është lehtë për ta folur, po është shumë e vështirë për ta shkruar edhe në gramatik. Është tmerr. Masandaj ai që është profesionist ata kuptojnë fill, sepse në brenda komision është o një parrukier o një estetiste profesionit, plus që është komisioni rregiones. Ata ku ta bash një praktik automatikisht shohin në prekjen e gërshanës ose në prekjen e fuçës për pastrimin e fytyrës ose çdo gjë e kuptojnë fill ai apo si e profesionit. Edhe profesionin vitin e tretë e merr ai që është i interesuar për me hapi biznes të vetin, që ka idenë se ç'a den, se nërisht nuk arrin deri në vit të tretë. Po kështu nga vendet e lindjes mesme nuk e praktikuar fare, të hapësh në një gjë? Për momentin duhen bashkëpunime. Atje janë, apo janë gjitha të pasura ato? Po duhet bashkëpunime, duhet njerëz të vendit, atje nuk mund t'i bëjmë tana, shumë e vështirë gjetja atje, duhet me kanë njerëz të vendit, ku ata kanë interes për me marrë nimen edhe me pas bashkëpunimin. Se ka diçka, ata me të vërtetë janë fanatik. Po e duan gjën e bukur në thelbë, kupton? Ata kur e duan të bukur, edhe harxojnë lek për atë të bukur. Kështu që shikoje se Europa ne gjejmë në bashkëpunim me ta dhe do ta gjejmë mundësinë për mu shkput me çu. Që për shkput me hap filial, nuk e pse të shkputesh ti bazën e ke këtu. Filial. Sepse sa më e madhe tet kompania, aq më kredibël bëhet. Unë kam pas bashkëpunim edhe kam bashkëpunim me një shkollë në Indi, ku ka 68 akademi. 68 akademi në të razin. Po ja ku e paske bashkëpunëtorin. Po. Nëpërmjet asaj shkon. Atë kena të bën ndrime studentësh, e kena si perspektivë me pas pjesën ndrimin e kurrikulave, ndrimin ç'a bëhet atje, ç'a bëhet këtu, sepse atje shkan diçka më shumë, këtu është diçka më pak. Shikoj. Kjo jota nuk është as akademi, është gjinofta që është akademi, se kjo është me të vërtetë shkollë e lartë në thelb. Ne për moment, unë kështu e quaj akademi, po mirë, akademi sepse ligji nuk ta lejon ty që ta quash universitet, sepse futesh do status autonom, pastaj do varesh nga rektori, pastaj do të vinë zgjedhë një dekani do jetë politik, do bëhet korrupsioni, se do vi shpendi që ka lek do diplomën tënde, po çuni filanit ai, më mirë që si universitet, po në thelb thon. Se unë vi nga universiteti, unë e di se çam maskarade dhe maskarënj ka strehon djepi i civilizimit shqiptar, maskarënj. Kështu 90% janë maskarënj, 10% janë viktima të shkretët, kanë llocë aty se po han bukën e gojës. Por më shumë të vërtet, më shumë se e kuptoni që afërdita akademi promovon më shumë të rinjt, edhe se sa fakulteti i shkencave sociale ku ka marrë. Pra me fakultetin ton, që ne kemi mbaruar 5 vjeç, ti mund ta varesh këtu që të kënaq mamin në shtëpi që djali im është shkencëtar politik, ose në qoftë se ndodhi një pandemi e dytë afërdit, mund ta përdorin për letër higjienike.
Se për asnjë lloj gjëje nuk ka vlera. Sepse ne jemi shtet që as nuk I njohim as diplomat amerikane. Ka ardhur një djalë këtu, ka mbaruar në New York, shkollën federale që mbaron FBI-ja, që ai mund të jetë edhe agenti I FBI-s në Amerikë, është patriot, se I ka ikur, I ka lëshu pllumat Aldo Ishkret, se është patriot do Shqipërinë, nuk I rrije në Amerikë. Tani kena lëshu pllumë. Mos jeni ka fazin, se kthehen prapë. Nuk e kanë njohur, ka aplikuar te Spaku, ka aplikuar kudo te BKH-ja, nuk e kanë pranuar, nuk e njohim diplomën amerikane. Ma kupton çfarë ndodh këtu? Ndërkohë që akademia jote jo vetëm që të njihet në ato vende që ne kemi interes, aty kemi njerëz në Itali, në Angli, Gjermani, Suedi, ja Kosova që ka Suedi dhe Zvicër. Angli edhe Zvicër, po. Amerikë. Aty të njihet. Po, absolutisht po. E vetmja shkollë universitare që njihet jashtë këtu, që është akredituar është vetëm Bujësori. Universiteti I Bujësorit Tiranës. Që mamaja ime që është zoteknike e lartë në profesion, mund të shkojnë në Kanada me atë diplomën e vet, hap direkt licencën në dyqanin e vet. Edhe ajo, kështu që profesioni ka, duhet të jesh veteriner, zooteknik, gjitha zanat, që ti të merresh me kafsh, me gjëra. Shkenca politike, unë duhet të bëj prap shkollën nga e para, kam bë 5 vjet, po të shkoj në Kanada, që ti futem kësaj shkolle, duhet të bëj prap shkollën. Duhet të njihen provimet. Siç ta tregova rastin e shoqes time. Edhe unë që jam 32 vjeç sot, bëj edhe një 3 vjeçar tjetër atje në Plas Trut, për një rrogë $3.000, $4.000, unë shkoj te Afërdita, i tham shikoj se do mësoj këtë, vetëm këto gjëra do bëj shkollimin, po këtu do më u specializu. Di që brenda 3 vitesh bëj lek pa fund në Amerikë. Absolutisht. Dhe këtu është në bazën, më thënë, siç e mendoj unë, se unë nuk jam fare I fushë, unë shikoj si do vepronin aktorët e tregut në treg, me ofertat që kanë. Dhe unë do të thoshe që pika jote më e fortë është kjo. Po, është edhe profesion duhet ta dush. Shikoj se sa percepton çdo njeri prej nesh, dhe dikush nuk thet mos e vjen dora fare. Tu nuk ka një dashuri të madhe për profesionin, se këtu ka vdekur dashuria për profesionin. Po thua që hajde që të vita marr, se nesër pas nesër mund të duhet. Mund të po se deshte, po se pate me dëshirë, nuk krean asgjë, nuk realizon asgjë. Ky është fakt, ky është realiteti. Ky është realiteti. Pra, ose neve duhet të tronditemi mirë, që t'i themi njerëzve, njerëz të dashur, të nderuar, jemi shumë keq edhe kjo jeta jonë na bëri ka kaq shumë vështirësi sa na duhet me marrë diçka tjetër, me vendosën punë, ta kesh në sanduk atë, si kartë rezervë, ose ti futesh, po nuk njoh shumë pak shqiptar njoh që ja kanë qef punën. Kur shkojnë jashtë punojnë ta. Po jashtë do punoj se nuk ke mami, babi, edhe motra vllai që hajde se kam ata, jashtë të ra kanceri aty të lanë aty. Gjithë punojnë. Punojnë, aman jashtë ka dhe diçka tjetër, si italianët, si gjermanët e respektojnë punën. Absolut. Nuk ka njeri që nuk e respekton punën. Po kanë qysh të vegjël, e ka hin gjak puna. Puna është punë. Kurse këtu te neve nuk respektohet puna. Këtu vidhet për ditë. Pse vidhet për ditë? Ja, kjo që të bëjnë ty për shkakun, ty dhe shumë njerëzve si puna jote që janë sipërmarrëse, që kanë krijuar, keni investuar. Të vi unë tani me hap te lagja poshtë. Berberanet, I them shikoj se unë që bëj kurse falet. Te unë e ban kursin, certifikatën e merr një vend tjetër. Po dhe vetë studenti do t'i bëjnë pyetje vetit, ti pse merr taj tjetri? Verifikoje ashta se është e vërtet. Mos thaj certifikimet e një fondacionit, certifikimet e një shoqate nuk kanë vlerë në asnjë vend. Nuk kanë janë jo ti fitim prurse, federata, çita zvejse si mi u thonë emrin, nuk kanë vlerë kërkom, sepse ti do të keq një shkollë, një institucion, një kurs të një shkollë, edhe nëse se ban komplet vitin shkollor, se për mundësia, për ekonomia, për koha, çyje si dush, atë 3 mujor që e ban te parrukierja, merr te një institucion profesional, ku e din se aty ke një mësuese që t'i jep një profesion edhe merr një certifikat profesionale. Po këta turqit që kanë ardhur për shembull, dolën shkolla nga Turqia, gjithë ata ishin apo flusta pune. Turqit janë punëtor, e kanë gjetë këtë pjesën, nuk e di se ka I marrin certifikim, se në Shqipëri kanë hap punë edhe pa certifikime fare, ose kanë marrë emrin e dikujt e kanë vënë aty dhe por kanë marrë dhe punojnë. Turqit janë punëtor, punojnë 10-15 orë në ditë. Shikoj. Unë shpresoj, prandaj edhe të ftova këtu, sepse siç ta thash unë dashuroj arsimin profesional. Për mua është shumë
është fatkeqësi kombëtare që është mbyllur katedra e matematikës dhe e fizikës. Edhe pse nuk jam ndonjë fan si madh i fizikës dhe matematikës, se s'kam qenë një student wow tek ato. S'm ka pëlqyer, ndoshta edhe nga pedagogët, se ka të bëj shumë pedagogu tek ato lënë. Por që neve kemi për të vendosur kujen, do t'i bijmë kokës me grushta, pas 20 vjetësh, 25 vjetësh, kur do shikojmë që fëmijët tanë nuk do dinë të mbledhin 1+1 barabart me 3. Sepse janë kthyer gjithë te ChatGPT-ja, edhe 1+1 e duan ChatGPT-n sa bon. Dhe kur thëm që po vdes matematika dhe fizika, nuk do ketë më mësues. Matematika dhe fizike, do na dalin këta pacientët që s'do dinë vetë mbledhin, do na dalin Lulzim Basha të gjithë, 77-45. Është fat që neve kemi sot akademi që promovojnë në mënyrë serioze elitare shkollimin profesional. Pse? Sepse këta lloj njerëzish të cilët neve po i nxjerrim nga sistemi duhet i edukojmë me punën. Për mendimin tim 90% e universiteteve shqiptare duhen mbyllur dhe duhen hapur vetëm akademi profesionale. Duke i bërë një lloj testi inteligjencë, vlla, jeti për shkencëtar politik apo nuk je për shkencëtar politik? Ke oratorite? Lexon ti zotëri? A ke mendim kritik? Jo, qarkullo. Ti vlla, shitesh për një thes miell, arri me atë gangsterin atje, nuk je për avokat, se je sekser. Futu bëu shtri hegurudha. Mësoj unë se si ta rrafësh hekurin me rrok shumë të mirë. Sa to legët që vjedhen diku do hidhen. Do hidhen, po. Po i menaxhove mirë. Ti për parukjere, por që të vijë njëri ta hapi nga shtëpia, ta quaj podcast, kur pyet tjetrin kur të kanë ardhur ato. Dhe unë këtu shpenzoj kohë, nerva, qera, më thet tash, stafi bashkë me mua. Ti vetë këtu paguan drita, ujë, licencime, rinovime, pastruese, mësuese, pedagoge, gjithë mëra. Taksa pafund. Që taksat pastaj janë çështje tjetër, domethënë që mos t'i futemi atyre taksave sepse është katastrofale, kupton, mënyra se si na taksojnë neve. Po sta përket ne dyve se unë nuk ta shpjegoj dot se nuk jam ekonomist, se për shpirt ta kisha bënë një analizë, po nuk jam, nuk e gaboj. Por të konkurohesh ti nga një konkurrencë pa drejtë, kur ti je kontribuese shumë e mirë në argën e shtetit. Edhe një tjetër të lihet në ditën me diell të vjedhi edhe të mashtroj njerëzit, edhe mos të ketë fare fuqi vepruese ligji, tu pastaj është për të vendosur duart në kokë. Prandaj unë them që jo vetëm ti, po edhe shumë të ngjashëm me ty duhet dalin dhe duhet shprehen, sepse ka ikur koha që me shtetin, me zjarrin dhe me ujin mos u merr. Sot është shteti që paguhet nga neve. Për shembull ato që na vinë bashkisë këtu, nga takset e tua, të mia, tjetrit merren që vjen ai pastruesi i bashkisë për të pastruesi. Nuk i pastron as kryetari, as kryeministri, as kryetari i opozitës. Ata thjesht bëjnë lojën e tyre politike. Është biznesi dhe ne nuk kemi për të bërë një shtet i fuqishëm nëse ne nuk japim prioritet biznesit ta vërtet. Unë shpresoj tash. Sepse që vehen prap ligje më të forta. Jo ligje më të forta, neve duhet të kemi mentalitet zbatimit ligjit, ne ligjet e forta e kemi. Nuk di ta them për të që zbatan pra me kushte për zbatimin. S'di ta them për të lloj legjislature, nuk di të flas për të lloj legjislature sepse ka qenë parlament pa çavure më i dobti që ka qenë në historinë tonë, kupton? Zero, janë miratuar ligjet për 7 minuta. 10 ligje për 7 minuta, ti s'dihet se çfarë ke votuar, si është votuar, si afekton te neve ligji. Por që duhet të ketë një lloj ligje për biznesin, për ruajtjen e konsumatorit dhe për ruajtjen e ty si kontribues shumë i madh në raport me mua që po të bëj ty konkurrencë pa drejt, që jam në të zez, edhe kjo duhet u luritur. Pse? Sepse çfarë do të ndodhte nëse do ikin tresja afër ditat, ta linin Shqipërinë e tiknin jashtë, siç po na lën neve. Shumë kanë ikë edhe studentë edhe njerëz kanë ikë, ose gjithë kushtet unë du me marrë se kam me ikë jashtë, unë du me marrë se kam me ikë jashtë. Kjo është pra ideja. E pa drejtë. Kjo është e pa drejtë apo jo, ti thjesht duhet të jesh aty të garantosh, pra edhe nëse ti duhet të jesh biletashit i ferrit, pra që tikësh, ti thjesht ke për të firmosur, po ajo certifikati që ti jep është valibël. Është edhe origjinale, nuk është e vjedhur, as nuk është e hakuar, as nuk është e printuar te fotokopja e lagjes. Këtë duhet kuptojnë njerëzit. Pra, çfarë do lloj gjëje që paguhet, ja vlen. Kështu e mendoj unë e kam parë akademinë nga afër, e kam prekur, e di se si punohet, se ngjitur jemi bashkë. Ti e di sa ta vlerësoj unë punën, sa ta vlerësoj edhe stafin.
Dhe nuk do të kisha marrë kurrë se unë një djalë që s'merrem fare me estetik të vit bëj një promovim dhe një qendër estetike, por siç ta thash, dashuria ime për arsimin profesional më shtyu drejt saj. Pse? Sepse kam parë njerëz që vinë vlla me punu aty. Absolutisht. Njerëz që duan me marrë një profesion. Njerëz nuk rrin kot drejtën zinxhirin, bëjnë kot si ditur. Vinë, ulin kokën, punojnë, ikin. Po siç kam bëu 3 vjet plus 2 në universitet, edhe këtu po vinë ato zonjat e nderuara apo ato djemtë të nderuar. 2 plus 1. Po. Me shkollim italian. Pra, unë turoj më të mirat, ta pafsha emrin lart e më lart. Faleminderit. Je e ftuar këtu sa herë doj zemra jote. Mirë do ishte që edhe kur të bësh ndonjë hapje, si thua në Kosovë, në gjitha, të vish ta bësh një promo për qefin tënd. Absolutisht. Se neve na shikojnë nga Kosova. Unë ditë të thëmë vetëm një gjë, pastaj po ta lë fjalën e fundit. Do të them gjitha vajzave që na shohin, po të grave, edhe zonjave, që të gjithë juve e vlerësoni të bukurën. Është gjithë neve vlerësojmë bukurën, nuk është se bëjmë kod humor kështu jo po botox jo po gjitha, sepse gjithë e duan bukurën e duan të pastrën. Në qoftë se juve e shikoni që profesioni ju nuk po shkon në punëse civile apo punon bashkia apo në ministri dhe po ta nxjin jetën e shefi, unë si djathtë që jam e ndjej për detyrë që t'ju them, shikoj, merrni frenat e jetës tuaj në dorë, pra fitoni një profesion, pavarësia fitohet vetëm nga profesioni. Gratë kanë qenë gjithmonë të roboruara sepse është pamundsuar zotrimi i një profesioni, i kanë lënë si shtëpiake. Momentin që juve gratë keni marrë frenat e shtëpisë, keni marrë një profesion, kanë filluar dhe pavarësia kundrejt burrit, jo kundrejt burrit si nocion maskilist, kundrejt buxhetit që personifikon burri, pra sjell si tardhur. Është në familje. Absolutisht. Po, sepse në familje gjithë legu valuton familje. Edhe je më i pamvarur edhe pjesës kërkan për ditë, ke dhe me hek një kapriço dhe me blej gjatë tanën, ke lekun tanë. Është edhe pak orgoljo për çdo femër. Dhe në qoftë se juve doni arsim cilësor, po që do t'ju kushtoj pak kohë, se i thon 2 plus 1, i thon 3 vjet. Dhe atë mbas e ti nuk shkon në Itali apo në Angli që sa merr pasaport atë certifikatën, por që e ke një dritare kurdo që tjetë, sepse është valibël apo jo. Sa vjeçare është që duhet të rinovuar apo s'ka nevojë. Si dokument asnjëherë. Pra e ke permanent. Ja vlen bara që ran çdo qindark, por në qoftë se ti vjen për të mos mësuar, me idenë që po jap lekë se do marr certifikatën, ja u siguroj që nuk e merrni dot. Vend i gabuar. Është vend i gabuar për ta tentuar ata. Kështu që mos harroni, kontrollojeni kod për çefet tuaj kur ta shikoni, Afroditeacademy.al. Shikoni, keni çmimet, keni stafin, i keni gjitha shpjeguara, licencimin, gjitha këto që tha Afrodita këtu, po dhe tjera që ka lënë pa thënë, i keni gjitha te faqja këtu ku e keni, te faqja zyrtare e website-it, por gjithashtu e keni edhe në Facebook Afrodita Academy, e keni edhe në TikTok, e keni edhe në Instagram, në gjitha rrjetet sociale. Mund të komunikoni direkt, e merrni përgjigjen direkt nga vajzat që merren nga stafi i akademisë dhe piktakimin e keni mu tek rrethi i Astirit, mbi lokalin Rosini, por merrni në telefon kur jeni te rrethi i Astirit, të dalin dhe ju presin, e gjeni locationin, vendodhen e gjeni shumë kollaj. Më besoni unë që jam gjiton këtu, e di shumë mirë se si punoj dhe sa pastër është si farmaci, nuk është si që ti pretendon që po vetëm në parukeritë duhet gjesh çime nga gjitha anët se bën kurse, jo, aty është farmaci, është pastër me aromë të mirë për njerëz si puna ime që mbaroj për aromat e mira dhe mbezdisen aromat e këqija. Kështu që Afrodit, në fjala jote për ty, mbyllet ti emisionin. Faleminderit. Regjistrimet janë të hapura për kurset e lira. Kurse viti shkollor fillan nga shtatori deri në qershor, ku janë 9 muaj shkollë. Mirë se të vini, jeni të mirëpritur. Domethënë keni fillon si vit akademik. Si vit akademik në shtator deri në qershor. Kështu që jeni akoma në kohë për të regjistruar për shkollën. Hajdeni dhe na komunikoni, sepse do merrni një profesion të përjetshëm, me certifikat të përjetshme. Mos harroni Afroditeacademy.al në website, aty i gjeni të gjitha. Nuk i duhet as gashi, as Afrodita këtu të më u shpjegu, sepse i keni të zeza mbi të bardhë. Juve dini që unë nuk promovoj kur njerëz idiotër, të padobishëm dhe të pasuksesshëm, sepse do mbinte morali i gjithë filozofisë së krijimit të këtij podcasti që e ka emrin Tru. Nuk po ju them që shikoj se më të mirë se këtu nuk ka, po ju them, kjo është një nga të më të mira që unë njoh. Kështu që
bjerni në telefonit, rezervoni, bëuni të pavarur, fitoni një profesion dhe mos shikoni pisliqet që ju jepen në televizor kockodi duke vrarë kohën. Për aq kohë sa shikon Big Brotherin apo një pislik tjetër që mund shikoni për të kënaqur atë ndjenjën perverse që ju keni, për të përgjuar tjerët, ato 3 orë në ditë apo 4 orë në ditë kalojeni duke marrë një profesion. Ndoshta do jeni më të lumtur, ndoshta do jeni nëna më të përkushtuara, por ndoshta edhe bashkëshorte më të mira. Edhe bashkëshort më të mirë në rastin e çunave që ndjekin parokerin. Kështu që e bëj një thirrje nga shpirti që gjithë juve që mendoni se jeta juaj ka qenë një gënjeshtër apo shkolla nuk ju duhet, jo. Shkolla mbase arsimi shqiptar ka rënë, por duhet me i dhënë patjetër arsimit profesional një lloj impakti, sepse arsimi profesional na nxjerr zanatçinj, të cilët neve kemi nevojë dhe që të mos i marrim nga Bangladeshi. Për neve patriotët e mirë që jemi, nuk i duam Bangladeshasit në bëjnë parukërinë e gruas. Duam një gotë shqiptarët, si një djalë shqiptar që të na shikojë dhe të na nxjerrë në pa bukurinë tonë natyrale. Besoj se mesazhi u dërgua me sukses. Altin Goxha po të ishte këtu do na miratonte mesazhin, sepse po flasim për një gjë shumë fisnike si arsimi profesional. Dhe ju dini shumë mirë që kur ja u thot profja, është çik pikant kështu në përzgjedhje. Merrni telefon se ju presim. Natë mirë pacient, në mos harroni subscribe të Tru Podcasti. Ne ju gënjejmë si të tjerët. Po tjerët ju marrin lek për gënjeshtat, neve ju gënjejmë falas. E vetme gjë që mund të merrni falas është gënjeshtra. Natë mirë.